Edon Zhegrova ishte një nga protagonistët e mbrëmjes dramatike të së mërkurës për Juventusin në përballjen ndaj Galatasarait, edhe pse humbi një rast të artë në sekondat e fundit që do ta çonte rezultatin në 4-0, paraqitja e tij u vlerësua si një ndër më të mirat e sezonit për Bardezint. Gazeta italiane Tuttosport i ka kushtuar një analizë të veçantë të reprezentuesit të Kosovës, duke theksuar ndikimin e tij të menjëhershëm në lojë. Sipas mediumit, Zhegrova u aktivizua nga trajneri Luciano Spalletti së bashku me Jeremy Boga në një moment kyç, duke përfituar nga ndryshimet taktike që lanë hije Francisco Conceição dhe Jonathan David. Në krahun e djathtë kosovari u shfaq energjik dhe i papërmbajtshëm, duke ushtruar presion të vazhdueshëm dhe duke krijuar epërsi në duele individuale. Aksioni që solli golin e dytë të Juventusit, realizuar nga Federico Gatti, nisi pikërisht nga këmbët e tij, me driblim, shpejtësi dhe zgjedhje të saktë në momentin vendimtar, shkruan mediumi italian i afërt me Juventusin. Po ashtu Tuttosport vë në dukje edhe që në kohë shtesë Zhegrova ishte pranë golit, por u ndal nga portieri turk Uğurcan Çakir. Megjithatë, kjo nuk e zbe performancën e tij që sipas Tuttosport konfirmon se ai është gati të marrë një rol më të rëndësishëm në skuadër. Pas një sezoni të kaluar të shoqëruar me dëmtime, 25 vjeçari duket se ka gjetur formën optimale dhe është kandidat serioz për të shndruar në pikë referimi në repartin ofensiv të Juventusit. Mediumi italian thekson se Spalletti duhet ta konsiderojë atë si një nga figurat kyçe për projektin e ardhshëm bardezi. Ndërkohë, paraqitjet e tij të mira janë një lajm i shkëlqyer dhe për Kosovën, që në muajin mars do të luajë ndeshje vendimtare në rrugtimin drejt botrorit 2026 me sfidën ndaj Slovakisë më 26 mars, që pritet me interes të madh.